Dëgjova aty që po Vetëm i qik pozicioni në qendër që të më dalësh që të shikojnë qik nga ana tjetër. A, ty, do jemi që t'jesh super presor. Mos më bësh winger. Winger. Dëgjova që diskutori edhe dikush aty tha që mirë këtë radhë. Për para është kritiku. Jo, trajneri kritikoj për keq. Dhe ka trajnera që ikin kur bëjnë keq, po ka dhe trajnera që ikin kur ka sukses. Dhe s'kan çfarë t'i japi një kombëtar. Kështu që problemi i trajnerit është marrëdhënie direkt me ndeshje. E para, i duhet them. E dyta, unë kam opinionin tim për këtë punë. Unë besoj e kam thënë dhe stërthën shumë herë që Silvinho duhet los me 3, me 2 linja, me 2 wingera. Sulmues, gjatë gjithë kohës loste me 2 sulmuesa dhe fuste Bajramin, si gjysmë ardhur nga mezikush. Pra kur është për të kritikuar, do kritikohet Silvinho, dhe nuk kemi pse mos ta kritikojmë. Arsyeja është e thjeshtë, ne kritikojmë Silvinhon se duam ekipin kombëtar. Dhe për të dashur këtë ekip kombëtar, ne padyshim do themi opinionet dhe bindjet tona për futboll. Dhe kjo është ajo që unë them. Ka nikur trajnera që kanë marrë Champions League, kanë dhënë stop edhe ka nikur e ka lënë ekipin. Okej, bëm një misore me Jordanin, të lutem profesor. Brojën e futin qendër, mbase edhe Jordania bën golin, nga ana tjetër hapet dhe anash bën atë lëvizjen si ketër kështu mes dy mbrojtësve, ikën aty, shërben bën kamarierin në mënyrë perfekte për Bajramin dhe ai e çon topin rrjet. Dha mesazh dhe Silvinho tha pam gjëra interesante këtë ndeshje. Është një dhimbje koke për Silvinhon, performanca e mirë e brojës si nënç, si thoni ju, si qendër sulmues? Çego ka pas Benzema, ka pas Real Benzema, Ronaldo dhe Bale. Asnjëri tan të tre ishin vertikalizues. Nuk shë thënë që pa dyshim ne duhet kemi që në sulmon. Broja mund të lë shumë mirë që në sulmon, po mund të lë shumë mirë dhe winger. Cila është arsyeja? Broja është lojtar që fiton territor mbrapa shpinës kundërshtarit. Dhe Broja është lojtari më i mirë që kemi neve, që këtë territor e fiton dhe me vrapjen dhe me driblim. Kupton? Pra ne kemi nevojë për këta lojtar t'i fusim në ato pozicione në bazë tek edhe te ekipit kundërshtar që kemi ne. S'është edhe ta kemi qendër sulmuesën tore, po marrën kohë, po flas. Një qendër sulmues 2 luftues, apo një qendër sulmues nuhatës. Por kjo varet gjithmonë çka kundërshtari kemi përballë. Po kemi Andorën, në 13 nëntor vjen Andora, ne duam 3 pikë. Si do luaj Silvinho për shembull? Ora, padyshim që duhet të jenë 3, unë kam kaq kohë që them 3. Padyshim ekipi jon kundërshtarës duhet i lë frymarrja Andorës që të ketë mundësi të ndrojë dhe një pasim. Loja duhet të jetë gjithkohë nën pressing, që mos japi moral dhe kurajë një ekipi kaq si Andora që të hap punë kur të duash. Është e thënë ajo. Çiko, Andora nuk po bën një krahasim vulgar fare në këtë mes. Kur u bë një aksident vraponte Milingona.